Saranda Bujupi Rama është gazetare dhe autore e njohur kosovare, e cila është më shumë e njohur për punën e saj si autore dhe prezantuese e emisionit televiziv Familja Jon. Ky emision është një program që trajton tema të rëndësishme sociale dhe familjare, duke ofruar një platformë për diskutime mbi jetën e përditshme të individëve dhe çështje që kanë të bëjnë me familje, shëndetin, edukimin dhe çështje të tjera të shoqërisë. Por sot kam vendosur me eftu këtu një sarand tjetër, jo atë që e njeh, sepse tashmë e njeh dhe keni më thonë, po mirë se ne e shohim me sarandën në ekran. Kam vendosur me shpalos një sarand tjetër përpara se të kaloj te saranda tjetër që do ta njoftoni sot. Dua të bëj një falënderim për Spitalin Fati Em, i cili gjendet rrugës Prënçaklavica, atje ku mund të merrni shërbime mjekësore të dëshmuara ndër vite, që nga ginekologjia me infertilitet, pediatria, kirurgjia torakale, kirurgjia e fëmijëve, laboratoria emër i dëshmuar ndër vite dhe shumë shërbime të tjera, të cilat klikoni edhe në rrjetet sociale sepse sigurisht keni më marrë më shumë informacione. E sot po kthehena këtu te Saranda. Fillimisht faleminderit që jemi neve Saranda, është ndër dhe kënaqësi. Kënaqësia është e gjitha imja, Paulin. Haloma kënaqësi është kur prej një kolegës që jemi aty në moshë të njëjtë dhe jemi rrit bashkë si në karrierë, si në studime, se çdo hap të jetës tonë duke ndërtu diçka në të mirë të shoqërisë. Sidomos kur e nin pjesën që kolega jote që të njeh mirë dhe ta bën një prezantim që ti nuk ke nevojë më ja dërgoni CV dikujt. Edhe normalisht që është shumë ndjenjë mirë kjo, të cilën sapo madhe aty, kështu që faleminderit shumë. Faktikisht Sarand thash atë se çfarë njihesh në publik, ashtu siç njihesh në publik, por sot kam vendosur që të flas me ty në një dimension tjetër, sepse unë e njoh edhe një pjesë tjetër të cilën ti nuk e shfaq shumë në media, dhe shumë njerëz ndonjëherë shohin, le të themi, grupe të ndryshme të njerëzve që mblidhen për të bërë një humanitet të caktuar, për të ndihmuar njerëz të caktuar, kategori të caktuara të njerëzve. Ndonjëherë ka të tjerë të cilët nuk shfaqen fare, por janë aty dhe ti je prej atyre njerëzve. A diçush, na jemi në fund 2025, edhe çdo vit që mbyllim na bën më nostalgjik për çdo gjë që lam pas. Edhe kjo që sapo e thajte, unë e di që kushdo që na merr telefonin mua ose ty, bisedat tona të përbashkëta kryesisht janë të tilla. E kam një rast këtu, e kam një rast atje, të cilën herën ty, herë ti mua më shkruan edhe mundohemi me forcat tona, të cilat ndoshta nuk janë të mëdha atë sa do duhet të ishin për me ndihmu të tjerët, por unë nuk e shoh që duhesh me kon patjetër një person shumë ose superhero ose një person shumë i mirë financiarisht i mbajtur, s'po thon milioner ose diçka e tillë, po mjafton me kon një zemër e mirë, e hapur, me ndëgju, me pa, me ia zgat dorën dikujt, se ndoshta klishe mund të tingëlloj ai fakti kur themi nëse unë kam një euro 50 cent janë për ty, po besom që ata 50 cent që na po i konsiderojmë si klishe për dikon janë një bugoje për fëmijën e vet që e nis ditën. Unë gjithë e menoj me pak. Ty e menu me pak, rrugës më kanë bashkangjit shumë njerëz, edhe kjo është dilemë, Paulin, sepse ti e din mas miri që edhe kemi diskutuar shpesh që a duhet, as duhet ta diskutojmë, a duhet, as duhet ta postojmë, a do të gjykohemi, a do artrokitemi, a do të motivojmë të tjerët, apo na do të shohemi se e postum. Domethënë gjithë shumë pikpyetje, të cilat unë hala nuk i kam përgjigjet me ato pikpyetje, hala kanë me aty t'ju sill dhe nuk do kemi kur përgjigje. Nuk do të besoj që do kemi përgjigje sepse kur s'është përgjigje e duhun. Unë menoj, tash po folje prej një karrike shumë të qetë këtu, unë menoj që unë nuk i gjykoj njerëz që postojnë kur ndihmojnë të tjerët. Çka i gjykoj është kur i postojnë fytyrat e fëmijëve, gjë që unë kurrë se kum pas, kurrë s'kam e bë, madje kam pas shumë shpesh rast prind kur kanë thonë lirisht e ki lejen ton mundesh me i postu, jo, asnjëherë fëmijët si kem postu. Unë nuk kam bën ai mrekulli, Paulin. Ty faleminderit shumë për vlerësimin, po unë kam ndihmu aq sa unë kam pas për vete. Aty ku po du me dal Sarand është që ideja e gjithë kësaj bisede është që njerëzit mund të shfrytëzojnë profesionet e tyre, apo mund t'i kanalizojmë, le të them, më bukur për të bërë mirë me aq sa kemi mundësi. Nëse ne përgatitim torte, ta ndajmë një copë torte për të tjerët. Nëse ne shesim akullore, të japim një copë akullore për të tjerët. Po e them këtë figurativisht dhe në këtë kuptim dua të them se ti e ke kanalizuar gazetarin përveç se për të informuar dhe për të edukuar masën, e ke kanalizuar gazetarin edhe për të ndihmuar ata që janë në nevojë. Dhe shumë shpesh duke shfrytzuar, po e them këtë kushtimisht, duke shfrytzuar në të mirë, edhe njerëzit e vullnetit të mirë, sponsorët të ndryshëm. Më kujtohet në vitin 2016 apo 17 kam kontaktuar për një nënë e cila pati lindur fëmijën e 16 dhe pasi që kontaktuam shumë njerëz sponsor, i dulëm në ndihmë. Ajo çka dua të them është se
ti ke vazhduar edhe me një fushat shumë të madhe më pastaj. Sot gatshëm janë njerëzit me të bashkangjit. Tepër shumë. Paulin, nëse media ka fuqinë për me shfaq realitetin në opinion, media ka po ashtu fuqinë për me ndryshu realitetin tek qytetarët dhe vendi jonë. Na e dim, edhe unë edhe ti edhe këtë kolekton e dim që na nëse miremi me një problematik çdo ditë, 7 ditë javës, mjafton që çaja problematik më inicu edhe më nis me ndryshu, sepse presioni medial është tepër i madh dhe i papërballueshëm për persona të tjerë në secilin aspekt, po edhe kur flasim për bamirësi. Nuk është marrë me vendos në pa vështirësitë e familjeve sociale, të cilat me vështirësi ushqejnë, me vështirësi jetojnë, me vështirësi ose hiç nuk shkojnë shkolla, ose nuk shkojnë te mjeku, ose nuk e trajtojnë problematikën e vet. Nuk është keq me i ekspozu, po gjithmonë duke i mbulu fytyrat e fëmijëve, sepse unë mendoj që edhe unë kam shfrytzuar shumë emisionin tim si komplet si produksion për me ndihmu. Nëse unë kam bënë thirrje për një familje, mrena 2-3 ditëve është gjetë zgjidhja për çat familje. Unë mendoj që na edhe nëse s'kemi mundësi financiare me kontribu, me ndryshu dikujt tjetër, na kemi fuqi me mbledh të tjerët me zemër të mirë me ndihmu asaj familje. Kemi rastin e freskët të vitit të kaluar në familja në Opoj, të cilën e kemi sjell në Prizren me jetu në një banesë me qira, ku kemi gjetë bashkëdhetar ton me gatishmërinë më të plotë mundshme, mja pagu qiron edhe me u kujdes për ta, her pas here edhe me u dërgu ushqim, gjë që ndoshta mund të duket sikur s'kemi bërë kurrë, se na e kemi inicu problemin edhe njerëz na kanë ndihmu. Po thell në vetën kur bim me flajt tham, okay, çata që e kanë zemrën e bardh, kanë nevojë me ditë ku ka nevojë me kontribu. E çka nëse na gazetarë se shfrytëzojmë këtë mundësi. Prandaj është dhe shumë shpesh njerëzit pyeten se ku të drejtohen për me bë një sevap, le ta themi kështu në gjuhën e popullit. Unë e di që ka pasur edhe raste ekstreme, familje që kanë jetuar në kushte skajshmërisht të vështira. Cili është ndoshta rasti më i vështirë ku je detyruar me shku brenda dhe unë e di se edhe ke hy brenda përkundër vështirësive, përkundër edhe kushteve higjienike shumë të rënda, ndoshta edhe për shkak të problemeve të shëndetit fizik e mendor që kanë pasur anëtarët e asaj familje. Por ndoshta në një rast që unë nuk e di apo të tjerët nuk e dinë dhe ti e ke në mendje. Jo që kam vetëm në mendje, po në vazhdimisht mundohem me majt edhe kontakt edhe me të tjerë që do t'i patjetër që këtë emision do ta shfrytëzoj që ti duar trikas mëritet e shumë personave që e bajnë shumë grave këtë rrugtim bashkë me mu. Është një familje në një fshat të Drenacis, po përmeni fshatin sepse automatikisht dihet, sepse është familje që me vite ka kërku ndihmë, është një i moshuar i cili ka jetuar me 2 motrat e tij të pamartuara, me gruaja i ka vdek dhe 2 fëmijët e tij, të cilët nana vet i ka lënë rrugës, edhe që u martu me një jo bashkëvajzë, po një grup të moshës së mesme, edhe që nuk ka qenë jeta më e mirë e mundshme që kanë pasur, e cila i ka lënë rrugës, jetojnë në një shtëpi që, do me thonë, përveç që kur të vihin aty, të vjen me çajt për rrëmujen që është aty, për aromën që është aty, për gjendjen që është aty, për të ftohtit që hyn gjatë dimrit, për çdo gjë tjetër, të mos flasim për insektet, për metë të cilët qarkullojnë si me kanë shtëpia atyre, do me thonë aty jetojnë. Është misioni më i madh kon ata fëmijë me i dërguar në shkollë, edhe a beson që ata janë shumë nxënësa të mirë në shkollë, pavarësisht që nuk kanë shumë rroba, na jemi kujdesmi u dërguar pasire rroba, dru. Unë e kum pas kohë gjatë rëndësishme dimrit familjeve me ju siguru dru, po unë nuk e kum bë kur vet këto. Patjetër Paulin që ti e thash shumë mirë që na e shfrytëzojmë hapësirën tonë mediale për me bë thirrje. Po janë disa persona që as nuk punojnë media, as nuk ka ndaj far interesi, sepse gjithë shihet pak puna me interes. E bojnë thjesht për shkak të zemrës së mirë. Patjetër që me shumë krenari e me shumë dashni më duhet me përmend Rina Zeke, një vajzë e re, e cila as nuk është non hala, as nuk është e martuar, as nuk e din hala çka është me pas e vlad. Jashtëzakonshme. Rina Zeka është shembull se si çdo jo gru dhe vajzë, po çdo njeri, çdo person, çdo qytetar duhet me frimu. Rina Zeka, e cila as nuk është vajza e ndaj ministri, as një milioneri, as nuk i ka për veti ku me ditë sa ndaj far luksi jeton mesatarisht si kreqëtetarët. Bën organizime shumë të bukura. Rina Zeka, si quaj ajo me babadimrin? I ka pas disa kampanja, i ka pas disa kampanja bëu babadimrin.
Edhe po jo nuk është e vetmja kjo, ka pas shumë kampanja, po Rina Zeka, s'ka bajram, s'ka vitri, s'ka fest që nuk qohet më organizu. Edhe aq shumë, unë e di se kam qenë vullnetare e Rina Zekës për një kohë gjatë. Edhe unë mleshim na 3-3 me një podrum kush na jep, këtë dikush që s'kishëm nevojë me pagu qira për me i lanë produktet që na veshin. Tesha, ushqime, çka do, edhe i selektonim. I ndajshim, për shembull, i ka pas Rina Tazom 20 familje. Edhe i ka pas 8 komuna. Edhe na caktoi, për shembull, Saranda, kjo Prizrenin, kjo Pejen. Edhe tash na i merrshim produktet vet. Tesha që kanë ka të shkyna i kemi gjujt, këpucat e dëmtune i kemi gjujt, i kemi selektu që ka janë më të mira, mande ushqimet, kriti kemi marrë, do që janë të nevojshme, si për shembull orez, pasta, miell, vaj, po kemi marrë edhe snacks për fëmijë, për shembull ëmbëlsira, kështu edhe kemi shtimë një thes, edhe kemi kompletu edhe në bazë të asaj që na jep ke informacionet Rina, na e dishim sakt çfarë numrit rrobave ose të këpucave muj me çun çat familje. Se nuk është, a diçka më pengon mu të kretë këto aksionet humanitare që janë plot, shqyr zotit. Mu më pengon veç kur i qojnë shablon. A përdin, po shkojmë... Pa i ditë nevojat e familjes, se po qënë ti lapsa dhe ngjyra në një familje që fëmija janë klas 6. Ose që ndështë asë ose s'kanë fëmijë heq. Që kjo më ka pengu gjithë. Unë e di që na duhet me duar truki çdo pamirësi. Po kur ta bësh bën e mirë. Rina u kanë tepër detajiste dhe jam shumë krenare që hala kam kontakt me Rinën, po jam krenare që kam qenë vullnetare në ekipin e saj edhe domethënë unë emocionona sa herë mundona me bë diçka për Rinën. Mandej kemi me Vludën, Murtezin, e cila shumë në heshtje punon. Domethënë tash për fatkes po mbien mend OJC-ja asaj, po nëse rrugës më vjen mend do ta përmendi. Ajo aq shumë familje ndihmon, e ka listën aq të gjatë. Aq në heshtje e bën këtë mision. Unë admiroj për misionin që i ka jap vetes. Domethënë edhe ajo është aq shumë e angazhuar sepse i ka edhe kopshtet që i menaxhon në disa komuna, po aq shumë angazhohet. Unë me Vludën sa herë kum shku në shtëpi ku që e the edhe vet kanë vështirë edhe me hi, edhe se zakonisht mundohem kur shkojnë këto raste mos me çajt. Ty të vjen se ti je njerëz, s'unë ç'bën veten, po mundohem me çdo forcë me kursy lotin tem, s'di pse mendoj që hala ma shumë për viktimizoj, tani mënona me dhonë shumë energji të mirë, po në qasi raste ku të qanë me Vludja, Paulinu, për shembull ka qenë një rast në kona Dugagjinit, ku baba i dhunon të 2 vajzat e tij të vogla, nana ka qenë e smur mentalisht, e kemi pas dërgu me këtë forcat e mundshme në institucion psikiatrik. E kanë marrë vetëm disa muaj dhe e kanë liru me fakt, me pretekstin që është mirë. Po, më falë, nuk e di, do me thonë, shtëpia asaj familje për shkak të zonjës ka qenë e gjitha e përlyer me nevoja fiziologjike. E cila, aq sa ka disa që ka bo, edhe janë kanë një numër i madh i fëmijëve të saj të cilët ka lind, sepse unë më vjen keq me thonë këtë fjalë, po sepse ka pas një burr manjak, i cili padrejtësisht e ka shfrytzuar gruan e tij smur mentalisht për me prodhu fëmijë. Bukfalisht, e di që kam u kesh kuptu me këtë deklarat, po kjo mu më ka dhim të zemra Paulinon, kom qajt edhe me javë tona s'kom marrë vete dhe i kom thonë me Vludën nuk moj ma me ardhë. Më thonë, më ka dhim zemra për ato vajzat bukra, cilat na kallëzonin që baba i vet i ka dhunu. Që baba i vet ja urrej nonën, që baba i vet, edhe sa kemi kërku ndihmë institucionalisht, kanë reagu edhe u kthy apet zonja. Edhe unë tash me thirr me Vludën më interesu për rastin, nuk e di cili është ndryshimi i fundit, po me Vludja kur nuk o dërzu. Unë i kom thonë, unë ma nuk moj. Unë vike, Paulin, a din kur të vjen i forcë, me thonë, atë zëtnin, me marë edhe me shkun, me thonë, a jenë vetit e, po qa kemi ba? 2-3 fëmijë të mëdhaj ti na kanë dalë, e kanë lanë, nuk miren ma me familjen, e kanë leqit me një fjallë familjen. Sigurisht bëjmë thirrje që institucionet të reagojnë. Kanë reaguar disa herë, kanë kthy prapë Paulin. Përveç aspektit të shëndetit mendor, unë mendoj që duhet të merren edhe masa ligjore kundrejt familjes. Ka qenë ai burgosën disa ditë, kanë liru, zonja ka qenë në spital psikiatrik, e kanë kthy. Domethënë, me Vludja ka dalë edhe në emision tonë dhe ka dhënë këtë shqetësim publikisht, që institucionet nuk peqojnë misionin deri në fund. Edhe unë tash në mas këtij emisionit, nëse dikush më kontakton, kam i dërguar direkt ajo familje. Nështë për të mirë ka ndryshuar ai sen, se me Vludja nuk u dorëzu asnjëherë. Unë emocionalisht jam kanë shumë e prekne me rastin, edhe kam thënë me Vludë vazhdoj vet.
nuk moj. Ndonjëherë është një lloj, le të themi, ngarkese emocionale që nuk mundesh me mbajt mbi supë, sepse ne po flasim për njerëz që sikur s'mëshe me kry misionin deri në fund. Unë isha pa fuqishme në atë. Sigurisht, sepse ne jemi njerëz gjithashtu, kemi edhe problemet tona në familjet tona, kemi ngarkesat tona emocionale, kemi ngarkesat tona edhe profesionale, dhe ndonjëherë kur bëhet shumë të gjitha, sikur ke nevojë pak me alon dikujt tjetër në dorë për me shku tutje. Po du pak me ndru energjinë. Po. Është shumë fermë Paulinë. Po du me u kthyte një kujtim që e kam bashkë me ty Sarandë, dhe sa herë më kujtohet më vjen me qesh. Sepse kur ne tentua me ndihmu atë zonjën që pak më herët e përmenda me 16 fëmijë. E ka dhe 17. Po, edhe Saranda tha, po shkojmë, tha, po dërgojmë, tha, ushqime të tjera, gjithçka pelena e ku ta di une. Edhe i bashkum forcat edhe kretë në rregull. Ndërkohë, në market ka shku Saranda me i ble ato ushqimet, edhe ka thonë, po hajde bre se fëmia kanë gjef me pilonjë, me pipe edhe të tjera. Ndërkohë, gjykimet më të mëdha i ka marrë në rrjetet sociale prej grave, që i tha, ti po e promovon jetën e shëndetshme. Po, gjykohesh shumë, kjo çore Paulin. Kur s'mundesh mi ura tamam kredve, këto e konvertetur rrugës. Amo ka qenë i lezetshëm. I lezetshëm, po jo s'jam pas prek shumë. Unë menova mos pe kujton në atë rastin që kemi tentuar me bind me shku te ginekologu aty o zot. Mendova atë pjesë sepse 17 fëmijë me kushte minimale të jetesës edhe kush pësonte aty fëmijë. Sigurisht. Edhe na kemi bind me i thonë zonë mjaftueshëm janë kaq fëmijë, nëse të kujtohet Paulin. Po edhe nuk a din mos nis më fëmijë. Edhe përgjigja asoj kon. Vallai unë nuk po du, po zoti po më jep. Edhe na me atë nuk di shumë çfarë më i thon, po prap na ja kemi respektuar ato, aja s'ka dash, nuk e di, si jam informuar ma ka. I kam vizitu edhe disa herë, por ka qenë me të vërtet janë dhënë shumë ndihmë, janë bërë është ndërtuar shtëpia e të tjera. Disa herë. Po, por ka qenë më pastaj vështire menaxhueshme jeta e asoj familje brenda asoj shtëpie për shkak sigurisht edhe të problemeve tjera. Ne po shkojmë me pak muzikë, por para se të shkojmë me pak muzikë të përzgjedhur nga arsimi, të gjithë ju që jeni në vetura dhe jeni duke lëvizur, dua që nga kjo biseda që po e bëj unë me Sarandë këtu të motivoheni edhe të mendoni. Jam rrugës, jam duke shkuar në një destinacion të caktuar, çka nëse ndalem, e blej një dhuratë të caktuar dhe e dërgoj diku, e gëzoj dikënd, dhe pastaj sigurisht edhe ajo darka, le të themi, e vitit 3 për ju do të jetë edhe më e bukur, edhe më e ndjerë, sepse në momentin që ju jepni diçka për dikë, sigurisht se do të merrni edhe më shumë. Shkojmë me muzikë e kthehemi përsëri. U rikthem përsëri për të vazhduar këtë bisedën me kolegën time Saranda Bojupi Rama, dhe nuk po flasim tashmë për gazetarinë, as për emisionin Familja Jon, as për këshillat të doktorit, as për edukimin medial që e bëjmë ne, po flasim për diçka tjetër, po flasim se si ne mund t'i kanalizojmë profesionet tona për t'ju dalë në ndihmë njerëzve. Do shta si gazetar ne mendojmë që misioni jon kryhet në momentin që ne dalim dhe edukojmë masën, por ndonjëherë mund të bëjmë edhe më shumë, dhe Saranda prej ditës së parë të punës së saj ka zgjedhur për të bërë edhe më shumë. Sarand, cila mendon se është forma më e mirë me ndihmu njerëzit? Disa thonë se po ja para, disa thonë që po bëj, le të themi, fushata të ndryshme që njerëzit të tjerë të japin para. Unë mendoj që forma më mirë është për ta integruar në punë, disa të tjerë mendojnë ndryshe. Si është ti? Integrimi në punë është ideal, sidomos kur janë në moshë të rritur edhe ka 3 ose fëmijë të ri të cilët mund të kontribuojnë në shoqëni, siç e patëm bërë rastin me një vajzë që e kemi dërguar në një po ja përmendi tash emrin për shkak të marketingut, ka qenë rroba çepse e një markës, edhe ka shkëlqyer shumë, edhe sa herë kam biseduar me drejtoreshën e asaj markës, më ka thënë që është një ndër punëtorët më të Zoja, edhe kam suzanatin aty. Por në rastet kur s'kemi mundësi me integruar në punë për shkak të smundjeve ose moshës ose çfarë do lloj penalizimi, unë nuk mendoj që parja është e dura. Rrugës është edhe afat shkurtë, dorën zëma. Përveç që është afat shkurtë, Paulino në rrugës gjatë kohës sa kam ushtru këtë mision, i cili më ka bë mirë mu mundi, e kum kuptu që identifikimi i rasteve dhe verifikimi i tyre është shumë i nevojshëm. Kemi pas raste kur jemi zhgënjur shpesh, nuk e di a ja vlen me cek, po kemi pas raste kur kontributi ynë ka shku bukfalisht dëm, sepse nuk e kemi verifikuar si duhet, edhe na me fjalë të dikujt i kemi dërgu harç ose dru ose rroba, edhe kemi pa që në të vërtetë nuk kanë pas nevojë. Kështu që tash kemi
funksionojnë ndryshe. E verifikoj rastin, e marr informacionet e nevojave të tyne, edhe fokusohem në nevojat e tyne. Siç thash ai rasti, nevoja e tyne ka qenë me ardhmë jetu në Prizren për shkak zonës që ka qenë e sëmur me sklerozë multiple dhe në fshatin ku ka jetu s'ka mujt me ecë sepse nuk mundet me menaxhu ecën, shumë lehtë i vjen hapësirë më e rrafsh, fizioterapi e tjera. Na jemi fokusuar mandej në nevojën e matë madhe të qasaj familje ose që aty në fëmijëve. Për shembull ka pas raste kur me vludem kemi identifikuar që nevoja e vetme është transporti i fëmijëve për shkollë sepse jeton larg, kemi siguru për shembull ndaj kombi bos ose diçka që ja kemi pagu, ose libra fletore, ose rroba kpuca, ose ushqim, varësisht prej nevojës, po kryesisht nuk po shkoj më me kërku donacione pa i identifiku rastet. Saron, më intereson edhe diçka. E di që shumë shpesh të duhet me ndihmu dikë thjesht duke e orientu te mjeku i duhur. Sepse shumë shpesh njerëzit mund të kenë probleme shëndetësore edhe të mos e kenë adresën e duhur ku të shkojnë për të trajtuar dhe ndoshta aty përfundon gjithçka dhe mund t'i rikthehen jetës së vet. Sa të gatshëm janë mjekët kosovar që në sektorin privat të bashkëpunojnë në formë humanitare? Paulin, është gjynamës me përmend këtë fenomen që mjekët tonë përveç që janë një kapital i shoqënisë tonë, përveç që kanë një kapacitet e njohuri që ndoshta mundin me lakmu edhe vendet në rajon, tash qa me bo që kapacitetet institucionale janë më të ulta dhe ata nuk munden me shpreh atë nivelin e talentit të tyre dhe profesionalizmit të tyre atë sa duhet për shkak të kushteve që kanë në institucionet ku punojnë, gatishmërinë e kanë gjithmonë 100%. Unë nuk kam në emën që e kisha laku me thonë, ky më ka thonë jo nuk ta kryq që rast. Edhe kjo ka qenë arsye pse unë kom nis me pas qef me ndihmu të tjerë, sepse e kum pa që përmes emisionit sa më ka shkruar dikush ama lexon se shpesh tash është adin simpatike si gjest, po më thonë doktoresha ama lexon që edhe është e lezetshme edhe mu përveç që më vjen me kesh, më vjen edhe me i përqaf ata njerëz. Doktoresha ama lexon që të analizë ose doktoresha e çon dikujt që të analizë ose andin edhe normalisht që me shumë dashni e bëj, edhe aty kom nis. Për shembull, përshëndetje doktor, ky pacient ka nevojë për shtat që të analizë ka, ja lexon ku duhet me referu, edhe e kum pa që sa më shumë që kthesha përgjigje edhe ndihmojsha, unë bëj këtë tepër më mirë. Edhe hajt kom fillu tani me tjetërsu çat mision. Përndryshe nuk ka një mjek që e kisha laku me thon, më ka thonë jo. Madje sa herë kam raste sociale, gjithmonë, me thon 95% është dërgoma privat se unë e këshyri pa parë dhe këshyri për kadaldale. Domethënë kjo të bën se di, nuk ka fjalë me përshkru, sa falenderues se janë për kontributin e mjekëve, sepse ata veç po bojnë kontribut që po vinë emision të unë me i vedisu ose të te ose kuda, me i vedisu popullatën për smundjet në fjalë. E imagjino sa po bojnë kontribut edhe social, pastaj unë kam për shembull ai rastit të cilin e përmenda në Pesë është i fresk, në Prizren është doktor Nazim Daka që u kujdes shumë gjatë për pacientën pa pagesë, për shembull, ose të tjerë mjek të cilët unë për shembull është doktor Flamur Marko, është doktor Fisniku Shumli, janë plot emra të cilët as që e diskutojnë Paulin, sa rand vish ma bojnë, a është rast social, po, ma dërgon privat se unë e këshyri për kadaldale, edhe e mojnë gjatë si pacient. Shumë e vërtet, unë faktikisht edhe personalisht kam kontaktuar shumë mjek, doktor Flamurin, edhe doktor të tjerë, për shembull doktor Arbertola, që gjithmonë është aty për me thonë, po, mi sjell pacientët qoftë në sektorin publik apo privat, sepse unë do të kujdesem për ta, duke marrë parasysh që janë raste sociale, do të thotë një lloj bashkëpunimi dhe humanizmi i mjekëve tanë që unë besoj se duhet të vihet në pak, dhe këta njerëz sigurisht edhe kur të përmendem me emër e mbiemër ja vlen, sepse nëse edhe po e merrni që po i bëjmë marketing, merreni ashtu nuk është problem, po flasim për humanizmin. Ata po bëjnë mirë çdo ditë. Ndoshta ju shërben për të motivuar të gjithë atyre të cilët nuk e kanë bërë sepse nuk ju ka shku mendja, e tash munden me motivu, ose ata të cilët nuk e kanë bërë sepse kanë menduar që nuk përfitojnë nga kjo. Tash munden me. Po kjo thik me dytëja se e tham edhe na dyja në fillim që a mirë me bëa jo marketing, po është mirë sepse na i lakum 3-4 emra të mjekëve, kërkoj falje për ata që më thonë po çdo ditë s'pi përmendit tash këtë janë shumë, po i motivojnë kolegët e vet që ka dalë se përveç përfitimit nga profesioni, përfitimi shpirtëror është shumë më i madh se kjo, edhe mundeni më koncentru edhe te kjo pjesë edhe me i motivu, ose edhe na dyja mundem me motivu dikan, siç më ka motivu Murina Zeka, me vludja e shumë të tjera gra e burra të cilët e bëjnë çdo ditë këtë mision. Kjo është shumë e rëndësishme, edhe ajo që kam intereson Saron është që njerëzit e shohin faktikisht në shoqërinë tonë ekziston një figurë, një personi që e ka le të themi këtë humanizmin jetë.
përditshmëri, punë, çka tjetër që është i nderuari Halil Kastrati, dhe më intereson sa shpesh bashkëpunon me zotin Kastrati dhe ndoshta cila është forma e bashkëpunimit që e keni? Është shumë e ngushtë, unë kam një respekt përveç si një qytetare e Kosovës edhe shumë shpirtnore me ta, sepse sa herë kam telefonu Paulin për ndaj rast, mu më pëlqen profesionalizmi që stafi i Halil Kastratit ka. Unë sa herë telefonoj, unë telefonoj Besmirin edhe tjerë pjesë të stafit, edhe ata e marrin numrin edhe brenda ditës e identifikojnë rastin. Shumë shpesh kum pas raste posar, e kemi pas në listë këtë person, po për shkak të kësaj e kemi lënë më anër, sepse ata funksionojnë Paulin marr. Për shembull, nëse unë kam kushtet e ulta sociale, kur ata mu më verifikojnë, e shohin që unë kam 2 vllazën, për shembull, jashtë Kosovës se kështu, një herë provojnë që në kushte familjare me ndihmu pa kërkuar ndihmë të rrethi. Do të thonë organizojnë qaq mirë që mos më shpenzu të tjerët për një rast ku mundet me kontribu familja, që fatkeqësisht si ka thonë në një deklaratë një hoqë, kur vlla vet ku ka bë për vitra, atëherë ti s'ko ke mos me dhon vitra, sepse çfarë vllai jeti nëse e lën vllahun me pas nevojë për ndihmë. Kjo është e thellë, po fatkeqësisht është e vërtetë edhe ka raste shumë. Hoxha Halil Kastrati është tepër drejtën me thonë stafi ti ma shumë, sepse unë sarë shkoj në Suarek edhe gjatë intervistave që i kum pas me të mëshunit, edhe qoftë për ndonjë iftar që na ka ftu, që çdo vit nuk harron me na ftu, ose intervistave me vet Halilin që i kemi bë, gjithmonë ka qenë çka të kish raste mos i çka kërkon gjithmonë sellit e na. Do të thonë kjo është ndihmë e madhe, sepse unë thash Paulin, unë nuk kam forcat mia për me i ndërtu dikuj shtëpi. Unë kam forca mediale për me i thirr ata zemër mirët e vullnet mirët me kontribu me i ndërtu dikujt, me i ndryshu pak jeta. Dhe kjo është ajo që thash, ta kanalizojnë profesionin ton ashtu siç ne mund të ndihmojmë. Mjekët mund të ndihmojnë me ekspertizën e tyre mjekësore, le të themi në raste gjyqësore mund të ndihmojnë avokatët edhe të tjerë. Kështu që ne jemi media, kjo është fuqia jon, zëri është fuqia jon, dhe unë kam shumë rëndësi që kolegët e cilët e përdorin zërin e tyre në këtë drejtim, në këtë fundvit Eduard Trokas, Sarandi je një prej tyre dhe nuk të kam dëgjuar ndonjëherë të flasësh në këtë drejtim, të flasësh në veten e parë, prandaj kur e mendova thash, okay, duhet të jetë Saranda, sepse Saranda nuk e diskuton asnjëherë këtë çështje, e ka një mision të cilin e mban për vete dhe unë doja që njerëzit ta shohin edhe këtë anën tjetër të Sarandës, përveç aspektit profesional që e shohim gjithmonë te familja jon. Çka për 2026? 2026 fillimisht shnet inshallah, shpresoj krejt, jo vetëm familja jon, familja jote, familja e timit, kolegut ton, po krejt kushdo që po na ndëgjon, krejt familjet, krejt fëmijët le të kenë shnet. E kemi kuptuar që nuk ka pare që e shpagun shëndetin, edhe është e dhimbshme me menu kushdo ditë shohim lajme që yje të mëdha botërore, fytyra të njohura botërore për arsye të ndryshme që parja s'ka mujt me na gjun një smundje ka ndruar jetë. Ta dim një herë mirë që kemi një jetë, dhe ajo është atë sa Zoti ka thonë, as nuk është e shkurt, as nuk është e gatë. Po çato që e kemi ta shijojmë në çdo qelizë të saj. Ta shijojmë duke dhënë dashni, duke u rrethuar me njerëz të familjes, duke u rrethuar me njerëz që na japin energji të mirë, edhe duke zgjat dorën për këtë ata që kanë nevojë. Sepse mund të thotë dikush, po s'po kam për vete, e ndihmoj dikujt tjetër. Mjafton edhe me ndëgju bre Paulin ti kanë. Unë kanë një herë mes dev vonë natën t'ju kthy mesazhe, për shembull pe personalizoj situatën. Unë kur jam operuar për tiroides ka pas shumë raste kur mas rrëfimit tem më kanë shkruar dhe më kanë thonë e ku e shkuesh, qysh e ke gjetë, çfarë simptoma ke pas, e pyetje nga më të thjeshta të mundshme. Na shtaun kom ne deri natën vonë ti u përgjigj aty në pyetjeve tyne. Të thjesht kom qenë dëgjuese tyne, as kom qenë mjeku i tyne, as kirurg, as laborant, as kurrë. Nuk ju kom ndihmu. Thjesht i kom dëgjuar dhe ju kom përgjigj në hallin e tyne që unë mendoj që u liru pak emocionalisht. Edhe na, nëse ti s'ke nevojë ose mundësi me zgjat dorën dikujt financiarisht, zgjatja dorën moralisht, ndëgjoje, merr rrëfimin e tij, çoje dikon ku ka mundësi. Ndoshta ti ke më qenë arsyeja pse dikush pamirësinë e vet që pe mendon ku më e bë, ka më bë faltese, a ke gjetë vendin. Dhe kjo është shumë e bukur. Unë uroj shumë që të gjithë ata që po na dëgjojnë të reflektojnë dhe të mendojnë që 2026 le të jetë viti i dashurisë, i respektit dhe i kujdesit ndaj njëri tjetrit, sepse është shumë e rëndësishme që ne të kujdesemi për njëri tjetrin. Pastaj kjo energji sikur është një lloj zinxhiri, sikur kjo energjia negative që jemi mësuar duke fol për këtë energji negative, nëse e kputim zinxhirin kemi më u kthy nga ana pozitive, që unë besoj shumë se ti e reflekton Sarand në çdo paraqitje. Faleminderit shumë që ishe me neve. Shumë kënaqësi Paulin me nda mikrofonin bashkë me ty, me nda
një bisedë kaq shmitësore me ty, e kaq njerëzore, se me të vërtetë nuk është diçka që e kam fol në emisionet e kolegëve tjerë, po as në emisionin tim. Thjesht e kam shfrytzuar si hapësirë, unë mendoj që edhe kjo është shfrytzuar si hapësirë, sepse bashkë i tregum njerëzve që Paulina dhe Saranda mund të kontaktohen për me ju dhënë raste ku munden me kontribu, kështu që të ndihen të lirë edhe audienca jote me na kontaktu, sepse kemi raste pafund që po presin dorën e dikujt. Faleminderit për respektin, vlerësimin edhe për këtë mbyllje të vitit 2025. Faleminderit për te, unë kisha nderë dhe knacin të kisha këtu në studio. Unë shumë shpesh me Sarandën nuk pajtohem në mendimet tona, e kundërshtojmë njëra tjetrën fort, por kjo nuk do të thotë se nuk respektohemi me njëra tjetrën, edhe në aspektin profesional edhe në aspektin personal. Saranda është për atyre kolegëve që unë gjithmonë i them, hajde se e kemi një rast, ose a mundesh me bëj diçka në këtë drejtim, dhe përgjigjja e saj është gjithmonë pozitive, kështu që është edhe një shembull për me tregu që me njerëzit mundesh edhe mos me u pajtu në mendimet e tyre, por shumë e rëndësishme me u respektu. Faleminderit. Veç për ata që thonë që po bëhemi kërsh me komente me njëra tjetrën, le ta dinë që na respektohemi shumë. S'ka lidhje. Vazhdojmë, keni me na pa prapë nuk e u bë kërsh me komente. Ishte ky podcast i fundit i vitit 2025, viti 2026. Qoftë viti i shëndetit, i sukseseve dhe mbi të gjitha i dashnisë, i respektit dhe harmonisë në familjet e juaja, sepse çdo gjë nis nga familja dhe pastaj ndahet, shpërndahet, është një zinxhir në gjithë shoqërinë tonë. Unë dua të bëj një falënderim të fundit për vitin 2025 për Spitalin Fatih dhe uroj shumë që ju të gjithë të shkoni atje për të parandaluar sëmundjet, jo për t'i trajtuar ato. Kështu që vizitoni mjekun në vitin 2026 për të kujdesur për veten, sepse është shumë e rëndësishme që të fillojmë kujdesin nga vetja dhe pastaj ta shpërndajmë për të tjerët. Paqit, shëndet, dashuri dhe çdo gjë tjetër, e mos harroni të qëndroni me Glam Radio.